Përdorimi i mjeteve ajrore pa pilot po luan një rol gjithnjë më të rëndësishëm në mbështetje të operacioneve të forcave të armatosura për mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka bërë të ditur se droni Bayraktar TB2 në përdorim nga forca ajrore është angazhuar në misione monitorimi të situatës nga zjarri, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës. Sipas ministrit Nufi, droni mundëson transmetimin në kohë reale të informacionit mbi situatën në terren, duke ofruar të dhënat vazhdueshme mbi vatrat e zjarrit, për hapjen e flagëve, si dhe lëvizjen e helikopterëve të angazhuar në operacionet për shuarjen e zjarreve në zona të ndryshme të Shqipërisë. Këto të dhëna konsiderohen të rëndësishme për drejtimin dhe koordinimin e forcave të angazhuara në terren. Informacioni siguruar nga ajri u mundëson strukturave përgjegjëse të kenë një panoramë më të qartë të situatës dhe të reagojnë më shpejt në varësi të zhvillimit të vatrave të zjarrit. Ministria e Mbrojtjes thekson kështu rëndësinë e teknologjisë dhe mjeteve ajrore pa pilot në forcimin e kapaciteteve operacionale të forcave të armatosura, veçanërisht në situata emergjente, ku monitorimi i territorit dhe shkëmbimi i informacionit në kohë reale janë thelbësore. Përdorimi i Bayraktar TB2 në këto misione i shtohet angazhimit të strukturave të forcave të armatosura në menaxhimin e situatave të zjarreve, me synim për të mbrojtur jetën e qytetarëve, pronës dhe mjedisit, si dhe koordinimin sa më efikas të ndërhyrjes në zona të prekura. Përdorimi i këtyre mjeteve pa pilot përbën një komponent të rëndësishëm, thekson ministri Nufi.